Forumi ekonomik i Davosit këtë vit u dominua nga zhvillimet të rëndësishme gjeopolitike dhe ekonomike, që nga përplasjet mbi Groenlandën, te kërcënimet me tarifa tregtare, te krisja e marrëdhënieve SBA-Europë, deri tek debati për bordin e paqes. Megjithatë, përtej elefantit në dhomë, në Davos u vënë re edhe disa sinjale më të vogla, por domethënëse një prej tyre ishte mungesa një fotografie tashmë të kthyer në traditë, ajo mes kryeministrit Edi Rama dhe mikut të tij, Alex Soros. Pavarësisht se kanë kaluar disa ditë nga përfundimi i forumit, Soros, ndryshe nga herët e tjera, nuk ka publikuar asnjë foto me Ramën, mbase e ftesa e presidentit të SBA-ve Donald Trump, drejtuar kryeministrit Rama për të bërë pjesë në ceremoninë e themelimit të bordit të paqes, ka krisur miqësinë e gjatë. Kjo pasi gjatë kohës kur SBA dhe administrata Trump i kishin mbyllur çdo derë komunikimi, Rama mburrej me miqësinë që kishte me Alex Sorosin. Sot, panorama duket se e ka ndryshuar. Riaktivizimi i marrëdhënieve me familjen Trump, dhe hapja e një kanali të ri komunikimi me administratën amerikane, duket se e ka detyruar Ramën të tregojë më shumë kujdes. Shmangja e fotove me Alex Soros, i perceptuar si një kundërshtar i hapur i Donald Trump në SBA, nuk është rastësi, por pjesë e një kalkulimi politik më të gjerë. Mos publikimi një fotografie nga Soros nuk do të thotë domosdoshmërisht se Rama dhe Alex Soros nuk janë takuar në Davos. Megjithatë, ky detaj tregon qartë përpjekjen e kryeministrit shqiptar për të luajtur në dy fronte njëkohësisht. Në kohë të trazuara, mbijetesa politike kërkon fleksibilitet maksimal dhe aftësinë për të përshtatur, një rol kameleoni që Rama e ka dëshmuar se di ta luajë mirë, duke shmangur ekspozimin publik me Sorosin dhe duke shfaqur gatishmëri për bashkëpunim me rrethin e Donald Trump, Rama po përpiqet të ndërtojë një rrugë sa më të sigurt komunikimi me Washingtonin, duke njohur natyrën impulsive dhe transaksionale të Trumpit. Çdo sinjal publik ka peshë dhe çdo foto mund të interpretohet si qendrim politik. Në këtë kuptim, kryeministri shqiptar duket se po vepron me logjikën e minimizimit të rrezikut, nuk ja vlen të sakrifikojë një kanal të sapo hapur me administratën Trump për të demonstruar një miqësi që, të paktën për momentin, mund të mbetet larg syrit publik.